prej mesazhit të Merxhas së Fesë, Ajatullahu i Madh, Esh Sheikh Abdullah El Gjevadi El Amuli, drejtuar haxhinëve të shtëpisë së shenjtë, Qabe, në vitin 1434 Hijri. Çdo umet ka shenjtërinë e tij. Kjo shenjtëri nuk është e veçantë as për monoteistët e as për ateistët. Prandaj duhet të shmanget sharrja dhe ofendimi i tyre, sepse kjo vepër, përveç se është padrejtësi shpirtërore, e bën shoqërinë të përballet me vështirësi nga ana ligjore. Nisur nga kjo, Kurani Kerimi e ka ndaluar këtë veprim. Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padia. Kështu, ne ja paraqesim të bukura çdo popull i veprat e veta. Pastaj, ata do të kthehen tek Zoti i tyre, i cili do t'i lajmërojë për gjithçka që kanë bërë. Vërtet, procesi i luftimit është i shëmtuar. Të urdhëruarit për të mirë dhe ndalimi nga e keqja duhet të jenë në përputhje me metodologjinë e mirë dhe me rrugën e qartë. Nëse të ndaluarit nga e keqja bëhet në përputhje me metodologjinë e keqe, duhet ndaluar dhe duhet mënjanuar, ashtu siç mënjanohen të këqijat e tjera. Gjithashtu, duhet që thirrja në të vërtetën, në të drejtën, në të mirë e në përkryrje të jetës sipas metodologjisë e cila është në përputhje me qëllimin, sepse qëllimi nuk e justifikon mjetin. Për këtë, të urdhëruarit në të mirë, që bëhet sipas metodologjisë së keqe, duhet ndaluar, sepse gjendet lidhje reale mes metodologjisë dhe qëllimit. Rruga e drejtë nuk mund të përfundojë në një qëllim të kotë e të pavlerë, po ashtu rruga e devijuar nuk mund të përfundojë në një qëllim të vërtetë. Kushdo që përpiqet të bëjë diçka duke i bërë mëkat Allahut, është më e largët se ajo që dëshiron dhe më e shpejt në ardhjen e asaj që i ruhet. Vërtet, ofendimi dhe sharja e simbolive të shenjta të çdo kombi, edhe nëse është e pavlerë, e kotë, është metodologji e keqe dhe Allahu e ka ndaluar atë. Përmbledhja e thënieve. 1. Feja mbarbotrore përmban program gjithëpërfshirës. 2. Më e rëndësishme e detyrave të përgjithshme fetare është kujdesi ndaj ligjit dhe etikës ndërkombëtare. 3. Të ruash nderin dhe dinjitetin e njeriut dhe të heqësh dorë nga ofendimi i gjërave të shenjta të pasuesve të feve të tjera. Konsiderohet prej etikave më të mira, të përgjithshme dhe popullore. 4. Është haram sharja dhe ofendimi i sahabëve, ofendimi i simbolive të shenjta të shiitëve apo të sunitëve dhe përbuzja e besimit të tyre. Është detyrë të gjithëve, veçanërisht të haxhinjve të nderuar dhe atyre që kryejnë umrën, që të largohen nga flakët e mosmarrveshjeve, nga ndezja e zjarrit e përçarjes dhe nga shkatërrimi i themelit të unitetit islam, sepse të gjitha këto konsiderohen mëkate të mëdha. Rezultati i udhëtimit tuaj shpirtëror duhet të jetë koncepti juaj për domosdoshmërinë e unitetit, ndalimi i konflikteve që krijojnë përçarje e shkatërrim, po ashtu largimi nga ofendimi i shenjtërive të çdo kombi, me qëllimin që të mos e shohin e të nuhasin në botë islame, veç se fllatin e unitetit dhe aromën e bashkimit.